Themër të pyllit magjik, Lepuri Milo dhe Princesha Naja gjen një kuti të artë që shkëlqen. Ajo ka një mbishkrim. Thuaj gjyrën dhe aventura fillon. Wow, Naja, kjo është kutia më magjike që kam parë ndonjëherë. Le ta provojmë. Cila ngjyrë do të hapet e para? E kuqe, çfarë do të dalë? Një top i kuq. Boing, boing. Shiko si kërcen si unë e topi, Naja ina. E kaltër si qielli. Anija blu po lundron. Eje Naja, jepim edhe ne. E verdh si dielli. Vrum, vrum. Ngjyra gjelbër, si bari që haon. Ua, një dino i ëmbël. Leila, si një manafer. Sa e ëmbla rjushja, Leila. Portokall si... portokalli. 3, 2, 1, nisemi. Roz si lule e ëmbël roz. Fluturo o unicorn roz. Kafe si çokolata. Çokolata e shishme. Gri si re e lekt. Një elefant gri. Çfarë do dale tani? Ngjyra e zezë, si nata, torio e frikshme. Një mace e zez. Mjau. E bardh si bora. Bora shkëlqen. Le t'i themi ngjyrat bashk. 3, 2, 1, fillojmë. E kuqe, Blu, e verdh, jeshile, Leila, portokalli, roz, kafe, gri, e zezë. e bardh. Që ishte aventura jo një shumë nxirëshe. Kjo ishte aventura e Milo dhe Najas me kutinë magjike të ngjyrave. Po ju, cila ngjyrë do të zgjidhni më parë?